Ndodh shpeshherë që ne e stepim veten ndaj të bërit gjërat që duam sepse opinioni, turma. Patjetër. Rikthehemi sërish te turma. Nëse dikush do të të afrohej, do të të pyeste, ty ritën që thyen tabu, si ta jetoj jetën time, çfarë do i thoje? Bëu i mençur që të gjesh një ekuilibër midis të bërit sakrificë për tjerëve, që do t'i bëjmë se s'bëjmë, se ndryshe nuk mund të jetojmë dot me asnjëri, dhe asaj që ti do ti. Dhe që të jesh ti, emri yt ka vlerë, dhe sot në shoqëritë moderne, individi është në vend të parë. Letërsia moderne, kinematografia moderne i jep një rëndësi shumë madhe jo kolektivitetit, i jep individit dhe vendit që ky individ do jeti si uaji i Camus, i cili lufton të zërë një vend në këtë rreth, apo do jetë një personazh që e tërheq vazhdimisht turma. Dhe këshilla ime është kjo: bëu i mençur dhe i guximshëm, të gjesh ekuilibër. Ai mesi i art që thon grekët. Pra, nuk është ajo e mesmja mesatarja që mund ta themi diçka mesatare që s'ka vlerë, po mesi i art, të cilin të gjithë duhet ta gjejmë në mënyrë që se një jetë kemi. Unë mendoj dhe kam shumë vite që kam bërë e fus veten tek njerëzit e lumtur, sepse pikërisht kam gjetur këtë mes të art. Rita, dashuria jote me Latifin është kaq e bukur, të paktën si e ke shprehur ti, se unë nga jashtë e kam perceptuar. Aq e bukur sa që mund të ishte muzë për poet. Nuk e di, a ka qenë muzë për ty dhe këtu, në fakt dua të citoj një fjali të shkurtër që e kam lexuar së fundmi rilexuar së fundmi nga vëllezërit Karamazov të Dostojevskit, momenti kur Kallogjeri Murgu i thot Alioshës që largohu nga manastiri. Ky është amaneti im për ty, tek dhimbja ta kërkosh lumturinë. E ke gjetur lumturinë tek dhimbja? Shikoj, njeriu t'i dhëm dhe kur është në kulmin e dashurisë. Kështu që ti mësohesh me dhimbje, kur dashuron, dhimbjen e ke gjithmonë, e ke me vete. Frikën e humbjes e ke gjithmonë me vete. Dhe të bëhet aq e afërt, aq pjesë e lumturisë tënde, sa ti nuk dallon dot, ti ndash. Dhe pastaj edhe kur e humb, i ke prap të dyja, dhe lumturinë që i ke pasur, se mund mos e kishe kur, edhe i ke prap dhimbjen. Dhe mbasë është momentit kemi një përkufizim nga ju të fjalës dashuri. E këto përkufizim. Sigur po ju shpjegojmë studentëve. Dashuri do të thoja kur dy njerëz kanë vendosur të jenë me njëri tjetrin pa as interesin më të vogël dhe pa fare atë pjesën që neve mundohemi të krijojmë ato lidhjet e varësisë. Pra ata në çdo moment mund të jetojnë shumë bukur edhe pa njëri tjetrin, por kanë vendosur të jenë me njëri tjetrin. Mirë. Kemi edhe fjalë të tjera për të cilat do donim të paktën mendimin e parë që të vjen në mendje, po e nisëm me dashurinë sepse është ndoshta ndjenja më sublime që ne kemi, që ne përjetojmë. Për mua është e udhërrëfyse në jetë. Unë as nuk shkruaj dot. Domethënë ideja është që jam e dashuruar. Edhe sikur mos kemi njërin krah, sepse kohët e fundit normal nuk kam në krah, po mendoj që është një udhërrëfyse në çdo gjë, në punën time më kanë ndihmuar shumë, në punën me librin, në profesionin tim, në biznesin që bëjmë në kompaninë e botimit, dhe mendoj po, dhe madje edhe kompania është ngritur mbi bazën e asaj dashurisë që kishim ne. Nuk dashuroni mua dhe ti, dashuria por atë. Dhe kemi brenda vetes, ata që e mbajnë të ndrydhur, mirë ata.